Qeveria aktuale e kryeministrit Mickoski në vend të integrimit po e çon vendin drejt izolimit, akuzuan sot nga LSDM-ja. Një bashkëpunëtor i ngushtë i Mickoskit dhe zëvendës kryeministër në qeverinë e tij është Ivan Stojković. Qëndrimet e hapura proruse dhe lidhjet e drejtpërdrejta të cilit me Moskën përbën një kërcënim serioz për orientimin euroatlantik të vendit. Vetëm pak ditë më parë, zëvendës kryeministri Ivan Stojković mori pjesë në festimin e ditës së Republikës Serbe, së bashku me grupin Ujqërit e Natës, e njohur për mbështetjen e Putinit dhe për hapjen e narrativave antiperendimore. Edhe më keq se kjo është se vetë kryeministri Mickoski, pavarësisht të deklaratave publike për bashkëpunim strategjik me SBA-n dhe integrimin në BE, me veprimet e tij dhe lidhjet e ngushta me Vučićin dhe SNS-n, po bën gjithçka të kundërtën duke e çuar Maqedoninë drejt izolimit. Reformat e BE-s shmangen qëllimisht, konfliktet me fqinjet krijohen qëllimisht, arsye çpiken për të bllokuar negociatat. E gjitha është një skenar i sajuar, pjesë e një fushate anti-BE që qeveria të vazhdojë të plaçkit vendin. Sipas hulumtimit të fundit, nga viti 2025 deri në 70% të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut mbështesin anëtarësimin në BE dhe 77% e shohin anëtarësimin në NATO si pozitiv, thonë nga LSDM.